Nderojmë dhe lartënojmë aktin sublim të jashtëzakonshëm të familjes Jashari, të sakrificës së tyre për lirinë e Republikës Kosovës. Sakrifica e Jasharëve 28 vite më parë e familjes, e Ademit dhe 56 anëtarëve të tjerë është rilindje e ndërgjegjës son kombëtare. Përpjekja për shuarjen e trungut familjar të Jasharëve ishte përpjekje për shuarjen e popullit Kosovës, qëndresa në epopejën e madhe të UÇK-s ishte qëndresa vetë popullit Kosovës. Sot kujtojmë dhe nderojmë këtë sakrificë të jashtëzakonshme dhe mbi këtë sakrificë rikujtojmë vetëm vazhdimisht se sa është shtrenjtë dhe mbi gjitha sa shenjtë është liria që e gëzojnë këta fëmijë sot këtu që i pam në këtë tempull të lirisë të popullit shqiptar. Lavdi jetës dhe veprës së Jasharëve, qofti i përjetshëm kujtimi për ta, e mbi gjitha e meritofshim me faqe bardhësi sakrificën e tyre secilën ditë. Ju falenderoj gjithëve.